është publikuar një audio regjistrim në të cilin është i përfshirë analisti Fatmir Sheholli, i arrestuar në Kosovë nën dyshimet për spionazh. Në incizim audio të publikuar nga LTK-ja, dëgjohet Sheholli duke biseduar me dy persona, një grua dhe një burr, të cilëve u tregon për lidhjet e tij me listën serbe dhe me terroristin Milan Radojčić. Në një moment, Sheholli dëgjohet të thotë: "Miku im i madh është Radojčić." Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës njoftoi të njëjtën se pas zhvillimit të hetimeve disa mujore, hetuesit policor nga Drejtoria për Hetimin e Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda në Policinë e Kosovës kanë arrestuar Fatmir Shehollin në ndyshimet për veprën penale të spionazhit. Gjithashtu, gjatë së njëjtës, njësitë relevante të Policisë së Kosovës kryen mbastisje në vendbanimin e Shehollit, duke larguar nga vendi i ngjarjes provat materiale që mund të lidhen me hetimin. Një shkrim i gazetës Bujku i botuar më 15 mars në vitet 90 tregon se 44 familje Sheholli nga Podujeva dhe rrethinat ishin distancuar publikisht nga Mali Sheholli dhe i biri i tij Fatmiri, të cilët akuzoheshin për bashkëpunim me pushtetin serb të asaj kohe. Kjo copës gazete ribotohet sot më 9 tetor 2025 pasi mëngjesin e kësaj të njëjte Fatmir Sheholli u arrestua nga Policia e Kosovës dhe Agjencia e Inteligjencës në ndyshimet për spionazh për llogari të shtetit serb. Ndërkohë në tekstin e botuar në gazetë shkruaj: "Nga se distancimi ynë nga Mali Sheholli dhe i biri i tij Fatmiri bërë në vitin 1990, i botuar në revistën fetare Dituria Islame, është më pak i njohur për publikun, e shohim të nevojshme ta njoftojmë opinionin shqipfolës kudo në botë se familja e gjerë Sheholli, 44 krye familjar, gjithmonë distancohen nga veprimet e këtyre të dyve, Maliqit dhe Fatmirit." Më tej në shkrim theksoi se sipas deklaratës Maliqi dhe Fatmiri janë vënë në shërbim të pushtuesit serb dhe kështu kanë bërë aktin më të ligë njerëzor, tradhtin kombëtare. Pavarësisht nga veprimet e tyre renegat, lëvizja jonë gjithpopullore do të realizojë çlirimin kombëtar. E renegatëve kurs mund të hiqet njolla e tradhtisë, thuaj në fund të letrës e cila ishte dërguar redaksisë Bujku. Nënshkrues të kësaj deklarate ishin 10 anëtar të familjes Sheholli nga Podujeva, përfshirë emrat si Sahid, Bajram, Brahim, Hamid Selman, Rahman Ismail, Fehmi, Rifat Ramush, Faik, Gani Agim e të tjerë. Ministri në detyrë i punëve të brendshme të Kosovës, Xhelal Zveçla, ka njoftuar se është arrestuar Fatmir Sheholli, i dyshuar për spionazh. Zveçla ka shkruar se pret trajtim institucional me seriozitet të lartë të këtij rasti, i cili sipas tij përbën një nga aktet më të rënda ndaj sigurisë dhe rendit kushtetues të Republikës së Kosovës. Policia e Kosovës në bashkëpunim të ngushtë me AKI-n dhe prokurorinë ka arrestuar sot Fatmir Shehollin me dyshimet e bazuara për përfshirje në spionazh. Individ si ky, që kanë pasur hapësirë mediatike të pakufizuar në vendin tonë, ka bashkëpunuar me akterë që çdo ditë punojnë e veprojnë për të minuar Republikën tonë dhe progresin e saj. Mbesim të përkushtuar të mbrojmë vendin tonë nga të gjitha qarqet që nuk hezitojnë ta rrezikojnë atë për çfarëdo përfitimi të tyre. Koha e spionëve të Serbisë në Kosovë ka përfunduar. Kushdo që punon për Serbinë e kundër Kosovës do të ndiqet pa kompromise, pa ndalshëm. Republika duhet mbrojtur me përgjegjësinë më të lartë institucionale dhe morale, ka shkruar ai. Në një komunikat për mediat, Prokuroria Speciale ka bërë të ditur se Sheholli është arrestuar pas hetimeve disa mujore. Me urdhër të Prokurorisë Speciale të Kosovës, të njëjtën hetuesit policor nga Drejtoria për Hetimin e Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda në Policinë e Kosovës kanë arrestuar shtetasin me iniciale FSH në ndyshime për veprime penale. Spionazh, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Sheholli ka qenë i ftuar her pas here në televizionet e Kosovës në rolin e analistit politik. Ai është drejtues i Institutit për Afrimin e Marrëdhënieve Ndëretnike në Kosovë. Ishte ftuar për dëshmi edhe nga gjykata speciale. Në paraqitje të publike, ai ka pohuar se ka punuar në shërbimin e sigurimit të Serbisë UDB dhe pas luftës ka qenë i angazhuar në shërbimin informativ të Kosovës SHIK.